Ngritja e sionizmit protestant ungjillor në fund të shekullit 18 dhe fillim të shekullit 19, veçanërisht në Britani, përkoi me ngritjen e imperializmit evropian, sidomos atij britanik. Kjo nuk ishte as pak rastësi. Imperializmi britanik u ofroi fanatikëve protestant një botë shumë më të gjerë për të ushtruar misionin e tyre përtej brigjeve të Britanisë. Në fakt, këta misionar shpesh dërgoheshin përpara pushtimit, duke përgatitur terrenin për dominimin perandorak të mëvonshëm. Qoftë në Kenya, Zelandën e Re, Sierra Leone apo Palestinë, roli i protestantizmit ungjillor ishte gjithmonë plotësues i imperializmit britanik. Rritja e mbështetjes për Izraelin mes ungjillorëve amerikan pas vitit 1967, kur SBA-ja u bë sponsor i tij kryesor perandorak, gjithashtu nuk ishte rastësi. Nuk është vetëm prosionizmi i të krishterëve ungjillor ai që diktohet nga fanatizmi i tyre fetar dhe shovinizmi pro-amerikan, por edhe urrejtja e tyre ndaj palestinezëve të portretizuar si armiq, si të popullit të zgjedhur të ungjillorëve, ashtu edhe të interesave perandorake amerikane në lindjen e mesme, shkruan Masad. Fakti që mbështetja e tyre për një shtet gjenocidal buron nga bindja fetare, është ajo që i mban të krishterët ungjillor amerikan besnik njëkohësisht ndaj kredove të tyre biblike dhe nacionaliste.